Me shumë kënaqësi kam ardhur për të uruar besimtarve musliman në përfundimin e muajit e Ramazanit, festa e Bajramit. Është një kënaqësi edhe sepse, si thash përpara, muaji e Ramazanit përputhet me kohën e Kreshmeve, që na përket neve si të krishterë që po vazhdojmë. Edhe veprat që po kryem në këtë muaj, do me thënë agjerimi, lutje, vepre bamirësisë, na bashkon, sepse edhe ne jemi munduar të jetojmë mirë këtë kohë e Kreshmeve në përgatitjen e festës së Pashkëve. Por janë veprat që do të na ndryshojnë brenda, sepse nuk janë vetëm gjeste formale. Këto veprat janë një nxitje për çdo njeri që mund të ndryshojnë brenda e mund të jemi afër atyre që kanë nevojë. Në mënyrë të veçantë dëshiroj që këto feste që përjetojmë si Bajram edhe pak për ne festën e Pashkëve të jetë në të vërtetë një nxitje për paqen, për të jetuar në paqe. Duke menduar për këto vende ku akoma kam problemi, luftë, çdo ditë kemi nevojë që edhe ne në vendin tonë mund të punojmë, bashkëpunojmë për të ndërtuar një shoqëri në paqe, një shoqëri në solidaritet, në mes nesh të jemi në të vërtetë në paqe. Atëherë këto feste që po kremtojmë të jenë një nxitje për të gjithë, që të gjithë mund të bashkëpunojmë, ndërtojmë një botë në paqe. Urojmë sot gjithë besimtarët musliman, gëzuar e për shumë vjet Fitër Bajramin, paqja, mirësia dhe begatia qoftë në sofrat tuaja familjare çdo ditë. Zoti e mundsoft agjërimin edhe pranimin e lutjeve për gjithë besimtarët musliman për shumë vite. Edhe në emër të bashkisë, uroj të gjithë besimtarët musliman i gëzuar e për shumë vjet Fitër Bajramin. Erdhëm këtu bashkë me gjithë kolegët e bashkëpunëtorët për të uruar në qendrën e komunitetit musliman në Shkodër, tek Myftinia, dhe bashkë me urimet që i bëm, shprehim të gjithë mirënjohjen për gjithë periudhën e bukur të Ramazanit që kaloi në paqe, në dashuri, për solidaritetin e treguar ndaj njerëzve në nevojë. Dhe uroj që të gjitha lutjet, kërkesat e shpirtit që i keni drejtuar Zotit, t'ju plotësohen e t'ju shoqërojnë për çdo ditë e jetës tuaj e të mbar popullit Shkodrës. Në këtë ditë, që nuk janë krejt zakonshme për botën, uroj paqe e dashuri. Si deputete e Qarkut Shkodër, uroj tanë besimtarët musliman kudo që janë gëzuar festën e Fitër Bajramit, për ata që kanë agjëru ja u pranoi Zoti dhe paqe, harmoni e bekime për të tanë. Sot në këtë ditë të shenjtë të Bajramit dua të përcjell urimet më të ngrohta për gjithë besimtarët musliman, për çdo familje shqiptare që e ka pritur këtë festë me shpirt, me përkushtim dhe me shpresë. Kjo ditë nuk është vetëm një festë, është më e madhe se sa një festë, është një ditë lutje, është një ditë reflektimi, është një ditë mirënjohje dhe pse jo dhe afrimi me njëri tjetrin. Bajrami na kujton që madhështia njeriut nuk përcaktohet vetëm nga ajo çfarë ka ai, por sidomos nga ajo çfarë jep ai. Se si e hap zemrën për tjetrin dhe se si e zgjat dorën e ndihmës për të tjerët. Në një kohë të tillë sotme ku antivlerat, korrupsioni moral dhe ekonomik, e keqja, ndarja, armisia kërkojnë të imponohen jetën tonë sociale dhe publike, Bajrami na fton të rikthehemi tek vlerat, tek dashuria për familjen, tek respekti për njëri tjetrin. I uroj gjithë besimtarëve musliman, kudo që ndodhen, gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin, marrësi dhe lumturi dhe begati paqen familjet e tyre. Gëzuar dhe gëzuar. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman Fitër Bajramin, gëzuar dhe për shumë vjet. Qoftë
një muaj paqe, lutje për secilin nga ne. Gëzuar edhe një herë, përshëndet. Marsi. Është kënaqësi sa e veçantë, kena ardhur te Myftënia me uru fesën e Fitër Bajramit. Vllaznia është më shumë se një ekip, është një familje, është emblemi i këtij qytetit. Kështu që urojmë gjithë besimtarëve musliman gëzuar fesën e Fitër Bajramit.